Unë e kom punu në Arsem fillim. Nuk kom vetë kur sa rruga. Kemi punu në për podrumin, në për shtëpia private, edhe ka pas sukses. Ka respektu në Nxanci si prindit, po edhe unë e kom respektu në Nxancin. Në atë ditë kom punu më shkuj pregaditën në mësim. Një kohë kish pa fol devja. Edhe i bon një mosh. I zoti deve sot ma ban halal e deve se të kom ngarku e bartë madhe. Tha jo, barën unë e kom për detyrë me ta bajt, po gomarën që ma ke qitë për para s'ta baj halal. Ditën e mirë. Shëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Unë jam Aslan Aslani. Basa Aslan, sa vjeçar je? Jam 85. Basa Aslan, qysh ka qenë prej fëminis pianizmi, qysh ka qenë fëminia jote? Ka ndryshua koha si nata me ditë. Rimet. Atëhere është respektu prindi, është respektu vjetri, ka pas shtet, nuk ka pas korupcion, nuk o di që ka pas, po tash ndryshe, janë kushtet më të mira. Spari rryma ka shkuar në fshatra, ujtë kanë shti mrena, rrugë që në ba. Po qka është e keqa, tash krejt po din. Sdo njëni thotë unë e di të zdin. Atëherë një ka folë tjerë kanë digju, ka pas regull, respekt. Sot nuk e respektojnë. Qa i bani këtë njerëz me ndryshu ka shpejt? Lakmia për fotele, lakmia për pozit. Ata që nuk din, dalen me forcë në fotele. Jetë akademiku, jetë shkencëtari, pa pozit, nuk e ndigjo kush dishmin, edhe kemi ardhë këtë gjendje. Hajde lakmia të opozita, të politika të ketë, po çka ndryshon fëmit raportin e familjes, raporti prind, djal, nan, djal, është banë, so nanën peshët u kajtë, po thotë fëmit i kam, ketë jashtë, s'më kanë lajmëru që so, që na ka bo neve, nëse kena pas tradit këta? Kjo, tradita jonë ka qenë shumë e pasër, shumë e mirë. Na atëherë kemi punue për shqiptari për shqiptarin, për atë dhe e kemi pasë në zemër edhe s'kemi guxu më kallëzue, se t'ka burgos shkau. Unë e kom punue në Arsem fillim, nuk kom vetë kur sa rruga. Kemi punue në për podrumin, në për shtëpia private, edhe ka pas sukses. Ka respektu në Nxanci si prindit, po edhe unë e kom respektu në Nxancin. Në atë ditë kom punu më shkuj pregaditën në mësimit. Sot e kryen shkollën fillore nuk e di germat, nuk e di numrat. Ta po punojnë për rrugë, jo për arsim, jo për atë dhe, jo me pregadit gjenerata. Na kemi punu me mishe, me shpirt, mas luftës 2 botnore. U hapë shkolla Shqipe për herë para, e ka qenë një bum i madh për shqiptarët e Kosovës. I kom pasu në mësus edhe arsimtarët shkollës normale të Shqipnisë. Tajara Atipin, Shefqet Veliun, edhe Fadil Hoxha ka kryshpin atje në Elbasan shkollën. Kemi punu atëre tash, dalin bojnë proteste, lanë Nxancin rrugë, edhe thëtë rritë ma rrugën. Rruga rritët kë ka fabrika, ka minjera, ka punë. Po sindikata arsimit i ka këtë gjana? Sindikata arsimit po punon për rrugë vetë. Po punon për rrugë, jo për popull, jo për fëmijë. A ka pas atëherë sindikat? Ka pas sindikat. Sindikata ka qenë atëherë dore djathtë e shtetit. Ka punua për shtetin tinës tash, po punon për gjep. Sindikata mu kanë doramajt. Sindikata po punon për gjepin e vetë. Po, doramajt do ba, atër dorat, jatë saj doramajt. Shohë po sindikata me nru dorën? Ishtë bo mirë, në qëse për shaba, larse punojnë, me respektin më të madhë, me përfil planin, programin, me shiqua mirë tekstin, a është në regull, a ka në e fjali që shkon, me propozua me nruë, tash, për një lanë 3-4 tekste janë. O shumë
shumë për dhimbje, është dhimbje madhe që shteti nuk e ka një shtypshuj me shtyp tekste shkollore, për ka privati. Është për që di, një gazet shteti i Kosovës nuk e ka një gazet ditore. Me kina privatizona? Ja, A dhe fabrikat kina privatizona, shtetit si a kina janë? Nuk jem, ku jem parat e privatizimit? A i ka në hangër? Ju me qenë fët. Ja. Është bo privatizimi, për parat e privatizimit, ku në shkuën, dobit poplit, a ku janë? Ja, i ka në qeveritar. Ku ka marrën, nuk e di, aty që më kam, Ato që i kanë po privatizuar. fabrika nuk ka. Ja, fabrika sa, se thënë që s'pë na vynë. Që unë e kom punu në Agro-Kosovë. Krejt s'ka haat edhe pihet e kemi pas prodhim tonin të Agro-Kosovës. 117.000 punëtorin kanë në punë. 17.000. Hajde po thëmë, po, sa familje e majtë gjallë pe, sa s'ka tokë, e kanë zonë tokën e bukës. S'ka tokë bukë. Pa bukë nuk jetohet. Duhet me ble, ta shetan miku. Po ta shet mielin, që ka dalë fatit 5 vjeqe edhe pe krenë Shqipnia, po sa duhe sërvi. Na pe marrëm qasi. Po për marmi se diçka do të me hangër. Diçka do të me Thojnë ma hangër. mirë me hangër kore sa me një tumt. Një kohë kish pa fol devja. Ha, Edhe i bon një mosh. I zoti deve sot ma bon halal e deve se të kom ngarku e bartë madhe. Tha jo, barën unë e kom për detyrë me ta bajt, po gomarën që ma ke qitë për para s'ta baj halal. Ditën një mirë. ta zemrën, trujtë zoti. Qëllit e Kështu vajnë po. E ju të dashur me që rëni me neve, sepse gjonat e mira i sjellin veç na. Kur gamarin mos e qit për para kaljit, edhe kur kaljen mos e qit mas gamarit.